Përshëndetje miq, në këtë video nuk jam vetëm, por jam me një shok timin, një shok që ka ardhur nga Italia. Në fakt nuk është thjesht një shok, por është edhe nipi im. Përshëndetje Denis. Përshëndetje. Quhet Denis dhe ka ardhur nga Italia. Nuk do ta besoni arsyen pse ka ardhur. Nuk ka ardhur thjesht të vizitoj mua, të vizitoj Dajen e tij, por ka ardhur për të bërë qitje. Është e pabesueshme. Të marrësh rrugën nga Italia dhe të bësh qitje në Shqipëri. Pse? Pse kjo rrugë e gjatë? Më e thjesht. Është kërkojmë më pak dokumenta. Në Itali të kërkojnë edhe me shku me psikologu. Edhe ke psikologu me shku për të bërë qitje? Po. Po, mos ke ardhur se ndoshta je pak gjenovez, se gjenovezët në Itali konsiderojnë ajo pjesë e popullatës që është pak koprace. Kemi dhe ne, por nuk po i përmend që mos t'i diskriminoj. Ke ardhur Denis për të kursyer para, se këtu kushton më lirë, apo sa kushton atje? Nga 2-3 euro më shumë, varet nga fisheku që përdor. 2-3 euro për fishek, një gjujtje 2 ose 3 euro. Po këtu sa kushton? 80 lek. E ke parë këtu? Po. Je bërë llogarit. Kreta. Me çfarë dëgjuajmë sot? Do e shohin çfarë do na japin aty te poligoni. Okej, do të shkojmë te një poligon që është në afërsi të qendrës, pra afër stadiumit Air Albania. Unë e kam shumë afër punës, por asnjëherë nuk më ka shkuar mendja që ta provoj qitjen. Kështu që ikim, e provojmë, pse jo, eksperiencë ndryshe. Kjo video shërben edhe për gjithë ata turistë që vinë në Shqipëri dhe mund ta konsiderojnë si një mundësi shumë të mirë qitjen, sepse siç e tha dhe Denisi, këtu procedurat janë më të thjeshta, thjesht një kartë identiteti, një regjistrim dhe një deklaratë tek sporteli dhe mbaron punë, pra shkon bën qitje dhe ushtrohesh lehtësisht. Ndërsa në Itali, sipas nipit tim, duhet shkosh edhe te psikologu dhe psikologu t'i japësh argumenta bindës që ti po shkon thjesht për sport dhe jo për t'u stërvitur për të bërë një budallik të radhës apo diçka të ngjashme. Kështu që nuk u mbasim kohë, qëndroni në këtë video për të përjetuar dhe ju të njëjtën eksperiencë.
Ishim tek një poligon që është afër stadiumit Air Albania. Si eksperiencë ishte eksperiencë e bukur. Provuam me armë të ndryshme të bëjmë qitje dhe mos thoni pasaj qorë, se shiko se çfarë rezultati ka pa. Një të kuqe. Nejse, ndonjëherë nuk ka rëndësi rezultati se sa pjesëmarrja, dhe në këtë rast është eksperienca. Për video të tilla mos harroni të bëni follow dhe subscribe në kanalin tim në YouTube.